Ndonë se në shumë fshatra kanë mbetur në shtëpi vetëm çifte të moshuarish, ka raste kur në disa lagje nuk ka mbetur më asnjë njeri. I tillë është edhe fshati Miresh të Bulqizës, një lagje e tërë e tij në të cilën para disa vitesh jetonin me 10 banor, nuk ka mbetur më asnjë. Të paktat shtëpi në këtë fshat janë ato për gjatë rrugës kufitare, por lagjet janë mbuluar nga ferrat. Pamjet e banesave janë vërtet të frikshme, disa të shëmbura totalisht, të tjera në prag rënimi e shumë prej tyre të mbuluar nga ferrat e bimësia. Hajrullah Shira, kryetari i fshatit Miresh, thotë se në disa lagje të këtij fshati është e frikshme të futesh në to. Braktisja e banesave nga banorët ka ardhur si rezultat i mungesës së investimeve në vite pas rënies së regjimit komunist në vendin tonë. Ai tregon se banorët dikur u lodhën duke pritur investimet bazike nga shteti dhe më pas vendosën që të braktisin gjithçka kishin ndërtuar në vendin e tyre dhe të largohen në vende të tjera për një jetë më të mirë. Shira shton se të njëjtin fat pritet të kenë edhe fshatra të tjerë, ku aktualisht në to jetojnë shumë pak banorë e kryesisht mosha e tretë. Ky fshat ka qenë fshat shumë i bukur dhe fshat me popullsi afër 100 sa shtëpi ka qenë ky fshat. Sot këtë lagje s'ka asnjë. Ja, shive si o braktis. E kanë mullu ferrat, rrobnët, sun hish e sun dalish. Banesat janë mullu nga ferrat. Kjo ka ardhur nga si erdhi nga popullsia, nga varfëria. Edhe kjo është arsyeja që njerëzit u zhdukën dhe lanë vendin e vet. Ki ka qenë fshat prodhues, o prodhu çdo gjë, pemë, misre, grune, çdo gjë. Sot o braktis, nuk ato fëmijët një nuk thërën, edhe këto që jashtu të plakën kohësisht, edhe kështu që nuk ka mundësi të thërën më. Kjo do jetë e braktisur. S'ke asnjë njeri të takohesh rrugës a kërkoni. Këto rime bujqësi kanë qenë ashtu. Po rrugën e kemi pasur shumë keq, tash jo rregullu një pjesë. Kjo pjesa që jetojmë ne është e parregulluar. Kjo ka qenë klinikë dentare. Këtu 5-6 fshatra edhe ma, këtu vishin mjekoshin në dhamt, i nxjerrshin në dhamt edhe i veshkun. Që kjo ka qenë. Ja fshati si e shikon, mulun nga ferrat. Kjo rrugë ka qenë, sot s'ke kajdanish. Është mbyllur kryesisht nga ferrat, nga shelgat, nga gjithë. Në fshatin Miresh të Bulqizës dikur ka patur edhe klinikë dentare, por sot gjithçka është rënuar. Banori i fundit në këtë lagje, Fantazmë të Mireshit, u largua në vitin 2018, gjë të cilën e dëshmon edhe ky kalendar që qëndron ende varur në mur.